Banorët e fshatit Meje po përballen me reduktime të shpeshta të energjisë elektrike, një situatë që sipas tyre po vështirëson jetën e përditshme. Ata thonë se ndërprerjet po ndodhin pothuajse çdo ditë dhe shpeshherë pa asnjë paralajmërim. Shqetësimet për mungesën e energjisë elektrike i shpreh edhe banori i kësaj zone, Pashk Pnishi. Ka ndërprerje për çdo ditë. Për çdo ditë pa paralajmërim, vjen kur don, nalet kur don, po duhet me thirrë edhe kujtesën për më nëjnëresha të pajisët, se duhet me hek për rrymë, heke qëti. Domethënë, nuk merr kërkush përgjegjësie. Këto është drejt dështimit, krejt, total. Përveç reduktimeve, ai ngriti shqetësimin edhe për shtyllat e dëmtuara elektrike, të cilat sipas tij paraqesin rrezik për banorët dhe kërkojnë ndërhyrje sa më të shpejt nga institucionet përgjegjëse. Banderat inkarzohen krejt, edhe rryma nalet vakt e pa vakt, pa paralajmërim hiç. Kështu që po ne prishin edhe pajisjet në shumicën e rasteve. Kjo është më rrezik i madh se sa shtylla. Po s'di sa herë kem bënë kërkesë edhe kryetari i fshatit, edhe kërkush nuk ka ndërmarrë kur gjë për këtë asaj. Domethënë është dështim total. Probleme të ngjashme me energjinë elektrike po raportohen edhe në fshatra të tjera, ku banorët thonë se po përballen me ndërprerje të shpeshta dhe të paplanifikuara të furnizimit me rrymë.